Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Sot në orën 15 pritet të vazhdoj seansa konstituive e Kuvendit të Kosovës me pikat e mbetura nga seansa e kaluar. Ato janë zgjedhja e kryetarit dhe nënkretarëve të Kuvendit. Në seansën e së shtunës, deputetët përfunduan procedurën e votimit të raportit të Komisionit të Përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve të deputetëve dhe bën betimin. Megjithatë, ata dështuan në zgjedhjen e kryetarit që në këtë rast lëvizja vetëvendosje si partia fituese e zgjedhjeve kandidoi për këtë post deputeten Albulina Haxhiu. Emri deputetes Albulina Haxhiu pritet të dalë edhe sot në votim për kryekuvendare të Kosovës. Në dy përpjekjet e seansës së shtunës, ajo i mori 57 vota nga 61 sa nevojitën që në këtë post ajo ta pasoj ish kryetarin Glauk Konjufca. Nëse as sot askush nuk zgjidhet në krye të Kuvendit, ky institucion, sipas rregullorës, konsiderohet i pakonstituuar, ani pse deputetët tashmë janë betuar. Pas festimit të Pashkëve, mërgjimtarët tani po largohen nga Kosova, por duke u përballë me pyetje të gjata në disa nga pikëlimet kufitare kryesore të vendit. Sipas të dhënave të fundit nga Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar, kolona të gjata janë krijuar sidomos në pikat kufitare të Dheui Bardh dhe në Merdare. Bazuar në përditësimin e kryer sot në mëngjes, pritjet në dalje në Merdar janë deri në 80 minuta, tek Dheui Bardh janë deri në 30 minuta. 3 persona kanë mbetur të lënduar në 2 aksidente që kanë ndodhur mbrëmë në rrugën Pej Prishtinë, gjithsesi në fshatin Vragoli. Policia e Kosovës njoftoi se njëri aksident ka ndodhur në orën 22:10 minuta, ku janë përfshirë 2 automjete. Me që rast, 2 persona kanë mbetur të lënduar. Aksidenti tjetër ka ndodhur 15 minuta më pas, ku 4 automjete janë aksidentuar dhe 1 person ka mbetur i lënduar. Autoritetet policore njoftuan se po merren me rastet. Gjetja dhe dorëzimi i portofolave me para e dokumente po bëhet gjithnjë e më e zakonshme. Policia raportoi për 2 raste të ngjashme së fundmi në shtime me qindra euro të dorëzuara. Ibrahim Bungu, një qytetar nga Shtimja, pa një portofol në rrotat e veturës dhe me njëherë dorëzoi në polici me rreth 665 euro brenda. Dola dhe vetur edhe za veturën, edhe shkrej thash mbrapa pak. Jalla në kulet, në portofol, jalla rrota mbrapa. E unë mendova që një kërë mbrapa në shdarë me se prejkat atë veturën e mbrapa, dola. Kur dola, në rroti shkon portofoli. Në stacionin policor në Shtime, informojnë se ditët e fundit kanë qenë 2 raste më specifike të raportimit të gjetjes së portofolit me dokumente e para rreth 900 euro. Ditëve të fundit ka reflektu mirë edhe të qytetarët, është një vetëdisim i qytetarëve, që edhe besimi tek policia edhe një bashkëpunim i mirë edhe me qytetarët që po reflekton edhe të mirën e qytetarëve që një dukuri e tillë do thotë shkon procedura policore përmes policisë kthehen te qytetari paratë të gjetura apo sandeve tjera që. Qytetari Ibrahim Bungu ka një mesazh për të gjithë ata që hasin në portofole me para. Hollat të huaja nuk bëhen tuat, kështu që më mirë është çdo sand që gjendet me tregu, me lajmëru. Para disa ditësh edhe një qytetar nga Hani e Lezit ka vepruar ngjashëm duke dorëzuar mjetet te policia e më pas edhe te pronari që i ka humbur ato. Të nderuar shikuesi, ishte kjo tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Sigurisht për këto dhe informacionet më të reja, takohemi në edicionin e orës 11. Ne ju falenderojmë për vëmendje. Mirupafshim.